Shkodra është ndërruar në një destinacion mjaft preferuar për vizitorët vendosët huaj. Megjithse jemi në muajin tetor, rrugët janë plot me turistë nga gjithë bota. Zona Shkodrës është ndër më të vizituarat në Shqipëri për trashëgiminë, por edhe për peizazhin e mrekullueshëm natyror. Grupi që vjen për momentin në Shkodër është grupi prej Turqisë. Pi vendeve ndryshme, Turqi, Stambolli, Ankara, Adana, vende ndryshme, grupi i vogël është. Dje kemi ardhur në Shkodër, sonte jemi këtu, do vazhdojmë nga Tirana. Pa Shkodrës na e dojmë, edhe këta e dojmë, se qyteti vogël, qyteti bukur është, e ka këtë shetitoren e mirë, pedonalen e mirë, i ka restorantet e mira, ushqimin e mirë, prezantojmë gjithçka, dhe Shqipnisë, rreth Shkodrës, xhamijat, kishet, gjithçka, shka ka këtu në Shkodër, gjithçka i prezantojmë. Zakonisht e kemi në program saj Shkodrën, edhe vim këtu, edhe bujmë këtu kur vimi për shembull prej Ohrit këtu bujmë një natë ose kur vimi ka Malezi prapë, këtu bujmë çështje, po ka interes vazhdimisht jeni tu po vetë autobuza, turista ashtu. Po vizitojmë Shkodrën, qyteti është i bukur, i qetë, po na pëlqen shumë. Her şey çok sade. Türkiye'den geliyorum. Shkodra shumë na pëlqen. Arkitektura është shumë e bukur, nuk ka shumë dallim me Turqinë, po e ndjej veten shumë rahat këtu. Historia dhe kultura është e ngjashme me historinë tonë dhe njerëzit janë njësoj, janë mirëkpritës e të dashur. Ve burayı çok beğendim. Toulon. Ne vim nga Franca, jemi një grup që bëjmë një tur nëpër Ballkan. Sa po erdhëm në Shkodër, tani po e vizitojmë, duket bukur. Really, I think. Ndërsa interes për të huaj ngjallin dhe punimit artizanale të ekspozuara në qendër të qytetit. Shikojnë edhe sidomos këto timet pëlqejnë shumë. Blen? Po, blen. Jo shumë, po blen diçka. Turizmi në Shkodër duket se tashmë nuk po një më sezon, ku vizitueshmëria e atraksioneve në qytetin verior vjen të jetë e lartë edhe në këtë periudhë.